Nuk nevojiten ndryshime ligjore dhe se kjo çështje nuk duhet të rregullohet përmes tyre, u shpreh nënkryetari i BDI-s Bujar Osmani në lidhje me provimin e jurisprudencës që të jepet edhe në gjuhën shqipe. Në Klik Plus, Osmani deklaroi se nëse rregullohet me ndryshime ligjore, automatikisht krijohet një precedent që çdo problem dhe çdo çështje të zgjidhet në këtë mënyrë. Ne kur e kemi miratuar ligjin për gjuhë, që bazohet në amandamentin 7 kushtetutës, kemi thënë të gjitha ligjet brenda 12 muajve pasi të miratohet ky ligj duhet të harmonizohen. Po nuk u harmonizuan brenda 12 muajve. Me automatizëm dominon ligji i gjuhës. Nuk është më me rëndësi nëse keni ndonjë ligj tjetër që nuk e parashet gjuhën shqipe. Për shkak se prej këtij ligji, që është ligj universal, general, të gjithë bien ligjet tjera. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali bëri të ditur se grupi i ekspertëve është duke punuar dhe se nuk kanë dashur të ndërhyjnë derisa procesi është në zhvillim, pasi u kanë lënë atyre zgjidhjen e problemit e më pas të ofrojnë një propozim konkret. Janë duke punuar, gjatë ditës nesërme do të jetë edhe një takim koordinimi dhe shpresoj që pas asaj veç pa do të fillojnë të konkretizojmë hapat e ardhshme, si do të veprohet më tutje. Natyrisht e kam përsëritur disa herë, me këtë çështje merren ekspert të drejtësisë kushtetuese, kështu që ne si politikan nuk na takon të ndërhyjmë në këtë proces, u kemi lënë dorë aty, ato ta zgjidhin problemin dhe ndryshe kanë kaluar një muaj prej kur u mbajt protesta e studentëve, të cilët kërkojnë që provimin e jurisprudencës të mund ta japin edhe në gjuhën shqipe. Deri më tani nuk ka një zgjidhje të kësaj çështjeje nga autoritetet kompetente, përveç pohimeve se po punohet në këtë drejtim. Studentët nuk e kanë përjashtuar mundësinë edhe për një protestë tjetër.